Jemi kthyer sërish me një lajm të fundit. Është vendosur data se kur do të nisin konklava për zgjedhjen e papës së ri. Në datë 7 maj, 135 kardinal, 134, duke marrë parasysh dhe mungesën për shkaqe shëndetësore të kardinalit të Valencias, do të mblidhen në Kapela Sistina, aty ku pritet të zgjidhet edhe Papa i ri. Sipas rregullave, në datë 7 zhvillohet vetëm një proces votimi, më pas në ditën e vijim vijohet me 2 procese votimi dhe të gjithë tashmë nga data 7 do të jemi me sy për të parë do të ketë tym të bardhë që në tentativën e parë apo tym të zi nga Kapela Sistina, aty ku pritet mbërritja e gjithë kardinalëve dhe izolimi i tyre në Kapela Sistina, nga ku do të dalin vetëm kur të kenë emrin e papës së ri, i cili do të zvendësoj Papa Franceskun, i cili u nda nga jeta në 21 prill dhe u përcoll për në banesën e fundit të shtunën në Santa Maria Maggiore.